Sikur ne njerëzit të kishim një shqis tjetër më të avancuar akoma, për shembull do të mund të ndjenim ushtimën e lajmeve që na vijnë nga mira e mira televizion edhe radio në mbar botën. Por ne sigurisht nuk na intereson fare kjo gjë, sepse ne në Portokalli, kur bëhet fjalë për lajme, ato i marrim gjithmonë nëpërmjet televizionit modest TV Erseka. Ndjekim tani bashkë. Përshëndetje Erseksa dhe Ersekse dhe audienca e shkëlqyer e televizionit ton. Mirëmbrëma. Nga sot, pjesa jonë telefonike nuk do t'jetë vetëm për të shprehur shqetësimet tuaja, por do të kemi edhe quiz. Ata që përgjigjen sakt, pra gjejnë quizin, do të marrin çmimin më të madh që ka dhënë ndonjëherë TV Erseka. Një palë pinca. Kështu që telefononi, luani dhe fitoni. Ju uroj mirëseardhjen telefonatës parë. Alo, përshëndetje. Alo. Mirëmbrëma, urdhoni. E mo plerë, ku je? Mirë, faleminderit. Kush jeni? Do shkojmë qika nga Pilua. Nga të vëmë? Nga Pilua, Rakipi, pse bën kështu? Rakip, ti jemo, si jemo, vlla? Mo qa bën, ku je? Dëgjoj tash, po unë jam në emision, pa vini me qef nga Pilua. Më fal, jeni emision. Le ca roa fare, ika. Hajde, Rakip, hajde. Dëgjoj na Urdhë. Dëgjoj, le që në emision, ik, na të mirë. Po, se në emision, miru pafshim. Pres telefonatën tjetër, alo, përshëndetje. Më Rakip janë prap, gjo. Pa, më Rakip. Ore, si vazhdojnë ajo kënga, se arrova ta, ajo kënga, si vazhdojnë ajo? Cila këngë, ma këndo, ha? Ajo, Si ma? Si vazhdojnë ajo, se nuk e ti? O, Rakip, po ne gjitha këngën në e kemi në fundi, unë kusë është kjo të si. Po qare do, Po, më këndonë zemra, qa, ja, më kujtua kështu dhe nuk e dia. Le, se e një mision, ika, se e një mision. O, Rakip. More që more, a luan këtu në quizin ton? Luaj, mo, pse qa? Urdhë, zgjidh një nga të treja. Të mira janë, o? Kusho? Ato të treja. Rakip, kusha janë të mira, mo? Ato femrat, pra. Po që femra, mo? Zgjidh një nga quizet, njëshin, dyshin apo treshin. A, më këtë duash ti, hajde. Po jore, zgjidh të lutem. Po lere, se s'më nge latri mua, po zgjidh njërën aty. Po mirë më i di që së nge latri, po duhet të zgjedhësh. Po lere, po zgjidh njërën, se s'më nge latri, po them që të duash ti. Si, po më se më qëman dhe zgjidh një. E po një, hajde. Njëshin, po, ja, njëshin. Pyetje, kori i pleqve të Korçës janë nga Kuksi, Kakavia, apo Kuçova? Pyetje vështira. Është që. E gjo, nga Peshkopia. Më vjen keq Rakip, nuk e gjete do. Ike, lere, ika, hajde, biro pashim, hajde. Dëgjo, po si është përgjigja e sakto? Përgjigja e sakt? Po pëse së duhet, ty do t'ja blokari unë nëse misionim, mirë, ikja, natë. Ik se e te prove, ik. Telefonata tjetër, alo, përshëndetje. Alo, Urdhoni. dua t'i shkruaj një letër të dashurës. Po? Por nuk di si ta vazhdoj. Ndihmon pak si ta vazhdoj? Po mirë, po më lexo çfarë ke shkruar që të ndihmoj. E dashur, kaq. Qenë ke lodhur, qenë ke këputur. Të ndihmoj unë, vazhdo. E dashur, më ka marrë malli shumë. Pa. E ke 5 ditë të puth pak. Po të dua moj të hangërt, buba të hangërt. E shkruajta? Nuk po gjej do të stilolapsin, mo. E mirë vëllaj, gjej një stilolap, pastaj kërko dashnore, ha të bësh, aha. Presim telefonatën tjetër, alo, përshëndetje. Alo, si e ti more birë? Urdhona në do luash? Me qëpar të luaj të bëhtë nëna, se unë vetë me shpathi di të luaj. Po të shpathi moj me quizin ton. Po nuk marbeshun nga këto, po dhe gjo. Urdha. Më di gjë sa do në e taktojnë shpërblimi me në vitit të rinë e pensionisteve, se dhe gjova në televizor se do jetë simbolik. Zdo me thënë simbolik më të bëhtë nëna. Nuk e diti që është shpërblimi simbolik për pensionistat, ta shpjegoj unë. Do vesh ti të marrësh pensionin? Do ta marrësh pensionin dhe do t'i thuash asaj arktares, mi jep dhe shpërblimi simbolik që na ka caktuar qeveria, ajo dapë qirtarin, do nëzirë një 10.000 do thot, e penane, e pash do t'i thuash ti, e zëre se ta dhash. Ja, ky është shpërblimi simbolik, nëne. Po dëgjo, lëre shpërblimi, pa hajde luaj me quizin tonë, më dëgjo mua. Dëgjoj e pyetjen me vëmendje.
Kori i pleqve të Korçës janë nga Kuksi, Kakavia apo Kuçova? Po këtë e di unë se kam pasur të dashur një nga ata të Korit. Ha, nga janë? Korça janë, nga Korça, e gjeta? Alo? Sa keq më vjen që ra linja se nuk arriti as të përgjigjet. Nese, presim telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Këtu është nëna, këtu, nuk ka rëndinja. Alo? Ua, pra, linja e të smershme. Nese, telefonat e radhës. Alo, përshëndetje. Alo, Urdhë? se s'po t'bizjon bushatin e të mërdhif tuk e shpia. Ja prap adhurusi të versekës. Po e pyes italianin italisht nga Korçaqi. Asa keqën nuk di t'i them. Miru pafshim italiano, s'di të ta them. Telefonata tjetër. Alo, përshëndetje. Atë hëngshin qëndë, more vesh? O, të lutem, mos shaj, kush jeni ju? Jo tëm. Ma, ti jeme. Hame, mami, zdo. Po pse i ke marrë pincat nga shtëpia, more qelbani? Po i ka sjellë tat nga Greqia, more djallë. O, ma, po do t'i bëj dhurat në emision, o, ma. Dëgjo këtu, Ha. bëm vaki e ti morën pincat, se ti humbërje, do të t'i shkull dhëmbët. O, ma, le që unë pinca do t'i falë, me qa do mi shkullës ti mua. E po do vete do blej një palë pincat të reja, vetëm që të t'i shkull dhëmbët, more vesh. Mirë, e mora vesh. Të dashur teleshikues, më vjen keq që nuk i fitua do të pincat, kështu që unë po i shpje në shtëpi se më duhen dhëmbët. Ju falenderoj për vëmendjen nga TV Seka, natën e mirë.